Përshëndetje të nderuar miq, do të shkojmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të folur për situatën politike në Tiranë dhe ato që pritet të ndodhë. Në Tiranë ka zbritur amerikani Trumpit, i cili është cilësuar nga zoti Berisha si magjistari, po a do të sjellë ai fitoren apo jo? Për këtë do të flasim me juristin Romeo Kara, i cili ndodhet pra në Filadelfia, në mos gaboj. Romeo, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje, sot ndodhem në Dallas, Texas. Kam qenë Filadelfia dhe disa qytete tjera, New York, Washington, Pittsburgh e tjerë. Por edhe institucionet e rëndësishme, në mos gaboj në DEA. Jo, kam qenë dhe në Shtëpinë e Bardhë. Dje isha në Shtëpinë e Bardhë. Po, por ju jeni andej, ndërkohë që Kris Lacivita vjen sonte këtu në atmosfera në PD, në opozit, pra opozita e cilëson këtë një hap përpara për t'i dhënë fitoren. I bëjmë zgjedhjet apo jo? Po të vendosë kështu nga civilitaja, i bie që të mos i bëni zgjedhjet. Megjithatë, ju në hyrjen tuaj tha diçka me shumë vend, që kush ka mend kokë kupton, që do të bëjë rolin e magjistarit. Dhe ne e dim se për çfarë magjistarët, por mbase Berishës do t'i duhet një mrekulli që të zhbëjë ato që ka bërë, se Berisha do votohet për ato që ka bërë. Dhe çfarë i ka bërë Berisha Shqipërisë, nuk e ka bërë kush, bashkë me këta tjerë, tani nuk i ndaj dot më. Janë bashkë. Dhe fakti që servirin media Ferdinand Xhaferi tregon që janë bashkë. Kanë ndërhyrë bashkë për të marrë në mënyrë palishme vulën e PD-s, për ta ngritur Berishën nga varri politik, për t'i dhënë një forcë politike në mënyrë palishme, se ratë parë do të parë ana statutore dhe ligjore në mënyrë se si ai uzurpoi PD-n, pavarësisht nëse ka apo jo pasues, por PD-n dhe vulën e PD-s ai ka uzurpuar me vendimet palishme gjyqësore, pa drejtën. Dhe mendoj që do t'i duhet një mrekulli që ky person të dilte nga kjo skëterë politike ku është, të zhbonte kjo lloj mrekullie ato që ka bërë Berisha, se shqiptarët duhet ndryshojnë qasin, duhet votojnë njerëzit për ato që kanë bërë. Nëse një person nuk e njohin, për mua më mirë mos ta votojnë fare. Ka ikur koha që politik vini nga rruga që e gjej diku unë, dhe me një grad doktorature apo shkencore, të serviret direkt për deputet. Kjo është e pafaqshme. Po, edhe se po ju ndërpres, edhe fjala popullore është më bëj dhe një herë nuse që të ditë në suroj. Tani ky e ka për herë të tretë që po tenton. Ka qenë dhe fjala popullore që me 2 herë dhe me 3 herë nuk quhesh. Me 2 herë nuk quhesh, po tani ky e ka me 3 herë. Po nuk është më faj tek Berisha. Një gabim i përsëritur më tepër se një herë është zgjedhja. I bie që ne si popull kemi zgjedhur të jemi të pakorrigjueshëm pasaj. Dhe në këtë moment ata që i shkojnë pas Berishës, po dhe Ramës, çfarë mund të mburret një person për qeverisjen e deri tanishme të 2 partive? Janë njerëz o që nuk kanë trunë kokë, por këtë nuk e besoj, ose njerëz poshtër, të cilët kërkojnë përfitojnë mbi vuajtjet e një populli të nënshtruar. Por kush është më i dëmshëm, ai që kërkon mandatin e 4 apo ai që kërkon rikthimin e 3? As du të di fare të dyja të dëmshëm. Më fal. Bëhet mirë. Pse unë duhet të zgjedh midis 2 qiellave? Për çfarë arsye ne si shqiptar duhet të zgjedhim ato që e quajmë keqen më të vogël, kur ajo keqja më e vogël na tregon që ushqen underground, por ka raste edhe në mënyrë të hapur të keqen më të madhe. Se keqja me të keqen do ta gjejmë. Po si ne nuk mundem të instalojmë një garë
ku të paktën konkurrojë e mira dhe e keqja, me synimin për t'i saluar garën tjetër kur konkurrojë e mira më e vogël me të mira më të madhe. Çfarë nuk shkon tek ne? Kemi kriju perëndi nga hiçi. Berishën perëndi, Nano perëndi, Rama perëndi, Enverin perëndi. Edhe mi bazuar tek i kemi dhënë atyre pushtet dhe për më tepër që i kemi dhe frikë. Dhe këta edhe pse nuk janë burra në kontekstin e pasër fjalës burr, si portret plot, kënaqen perversitetin e tyre me frikën që ushtrojnë këto shqiptarë. Dhe një popull që ka frikë pushtetarët e vet, thot Naum Komsi, ai është i sllavoruar. Dhe tallën dalin fushat me zgërrirje, me qyfyre, me batuta dhe na bëjnë dhe ne një popull deri diku dhe ignorant, se një popull që nuk është ignorant e kupton për çfarë sy të ketë frikë. Për çfarë do humbësh? Në këtë botë fakt je vetëm pronar i kohës tënde. Çfarë do humbësh nëse ti çohesh për dignitetin tënd, për detin tënd? Thjesht do humbësh robërinë. Po si më mos duhesh ti tosh me dignitet? E thuash boll më se jeni njëri më maskara se tjetri, se po talleni, po villni, po rripni, po pordhunoni, gjitha po i bëni, edhe në fund fare dhe na bëni dhe ne pasaj si popull të tallemi ne me tragjedinë tonë. Por ju s'keni shpresë as te partitë e reja. Ato janë ca zgërdhije të shtojnë, këtyre zgërdhije të mëdha. Ke partitë e reja ka marrë një informacion tjetër. Që këta partive të reja, që në pisliq janë vjetë po si këta, një pjesë e madhe të tyre, na pas kanë bërë dhe sondazhe dhe sugjerime në 2017 se kush duhet të militonte për kandidat për deputet në vitin 2017 të PD-ja. Një pjesë e tyre janë lojt pasër Saliut. Edhe të ndyer pa u bërë akoma të vjetër, por nuk janë kaq të ri sa thonë partitë e reja. Se kanë parë që kanë hyrë nga 18 vjeç atje dhe kanë vajtë nga 30 ca, duke me të njëjtin patos siguri që sot do ta bëjnë Shqipërinë në këtë pozicion, kanë thonë dhe për pozicionet e mëparshme. E keni fjalën për Lapajn? Por ai po vërtet më shumë se të tjerët, po bën më patriotin e madh se të tjerët, atë duke se gjumi për Shqipërinë. Po kur thot pasaj jam profesionist, s'kam pranuar unë t'i shkoj të ndihmoj e drejta është e drejtë. Po si mund të them unë jam avokati më i mirë në Shqipëri, që këtu ka marrë fund loja. Ka marrë fund gjithçka. Paguaj më mirë nga të gjithë se jam avokati më i mirë. Të gjenga ka financimin. Me bindje plot, askush nga xhepi i tij nuk financon fushat të tilla. Të gjenga e ka. Po sa shkon ajo fushat që është e pa mundur që të financohet? Po do të bëj llogari këtyre çapaçulve unë, që eci me 4 thënie, me 4 fjali, që ato nuk i kanë të parët, po të marrë të tjerë. Jam një nga ta që kam qenë me vite tëra para tyre, pa to që kam thënë, lidhje me kthimin e sovranitetit popull, që ecën nëpër bulevard me njerëzit e Berishës atje, përse do merrem me analizë të tillë. Ndoshta vetëm po Qorri e para një as Lapa as Qorri, të cilët ofrojnë veten e tyre si zgjidhje, nuk janë zgjidhje. Kishe për të ofruar veten si zgjidhje, ofroja vetëm. Dhe mbledh në brenda 24 orëve më shumë njerëz. Por kur nuk e mendoj që mund ta bëj të gabim. Kam thënë që ne kemi vuajtur nga populizmi dhe duhet ndalemi nga populizmi. Pra dhe ju kërkoni parti, pastaj thoni Lapaj. Kë ka në parti Lapaj? One man show. One man show, të këpusi qafën, pa hyrë mirë akoma. Ai dhe ai tjetri atje. Si mund të ofroj Qorri kandidat për deputet 20 vjeç, 22 vjeç, më ka thonë. A nuk e di kush e ka ofruar një parti tjetër, se mos bëj gabim tani. Pa mbaruar shkollën e lartë. Më ka tallën ka.
Pa ai është paktën është çik më mirë se pjesa tjetër që ka fut familjarët, Ja. motrën, vllajin. Mënyra si logjikon ti tani dhe më imponon këtë, qoftë për debat televiziv, është e gabuar. Po ky është pak më mirë. Ku e diun? Ku I provova këta njerëz pushtet? Jo, e kam fjalën krahasuar me atë që futi babën në listë, motrën, vllajin. Ore këta po të fusin si puna ti tregtarit kavajës që futi qenin në ngordhut të thesë duanit. Tani, si do ecim ne? Me këto zgjedhje, njerëz që zgjihen atje turpi madh, shohu që dhanë tek emision opinion. Imponon tjetri, pse s'm ke thirrur ti mua? Ta janë diktatorë ata rreth me ngushtë krijojnë. Ta janë njerëz jo bashkëpunues. Unë kam bindet plot, Shqipëria bëhet duke kërkuar sistem, parime. Mos përqafojmë Romeon, Romeo bie në gjumë mbar dhe çohet prap të nesmen. Apo Dylberin, apo Lapajn, se ka bërë, kush e bëri Lapajn? Po si mund pranoj ai të shkruaj atje legjendari Adriatik Lapajn? Po çfarë ka legjend ky? Ka bërë 1001 edhe bën dhe meme ky. Legjendë e madhe ky. Akoma nuk di historinë e Shqipërisë. Turpi madh. Jam I mirë edukuar. Kështu kemi thënë dhe ne. Po jeta pas ka tillë që duhet të ligjoj, të piqet. E dyta unë shoh çfarë ka afruar 20 vjeç. Ka thjesht një ego për pushtet. Person I çmendur për pushtet. Ego për pushtet. Të shoj vetëm se ai nuk e kupton dot vetëm pa pushtet. Nga ata që I bie këmbës kush e pranojnë. Pastaj po dysh më them mund dali dhe më keq. Të lutem. Po. Ku I ka bashkëpunëtorët e tij ky, që del sot ky, e thot Shqipëria bëhet me këtë Shqipëria. Shqipëria, po ta them shqip pasër qartë. Kur se të pabesët janë shumë dhe prandaj më ndjellim. Kur ty Shqipëria në rrugë të Zotit do bëhet Shqipëria. Lapaj nuk është bërë as vetë. Jo më të bëj Shqipërinë. Dhe po të hyjmë gjërave tjera pasaj, mos a dali pasaj me këtë lloj tipi që ka, mos a dali që edhe I hap mendërisht tjetë për të bërë role tilla, punë tilla. Ku e provuam ne që ky qeverisë mirë? Çfarë janë akuzat e Agron Sheaj? Që s'përdridhet atje. E më thot për vjedhin Hajduk të përzën nga Betingu aty me vullën e turbit atje, më thot burr zotni. Ku është burri zotni atje? Që e bën Betingu shkele shko, që ta kishin arrestuar aty ditën që ta kishin bënë me ligj. Që kur del pill, shpronsohesh, arrestohesh direkt. Se Betingu s'ka mbaruar akoma. Po pasojat ku janë? Po ndëshkimi ku është? Thjesht I hoqëm këta ne dhe na kërcyen këtej. Një pjesë u bën avokat, një pjesë hyn politik, një pjesë u futën Edhe ti më thot, është burr I nderuar, thot burr zotni, thot. Ku ja thot? Që këtu shihet. Një njeri që nuk ka lënë një figurë të dytë brenda lëvizjes tij. I psikopatepsur për pushtet. Mos a konkurrojnë. Po pse më, ky është niveli I shqiptarëve, po pak keni burra zotni në Shqipëri që edhe kanë mbajtur ngarkesa dhe janë përballur. Kur lindi ky, lindi opozitarizmi I Shqipërisë. Shqipëria legjendari shkruan për vete, që ja zëki qoftë për të punë. Pa njerëz tjerë duhen goditur që në vezë, si jam I sigurt nga loja që sot. Paterit si qelbur dhe shpifur e Sali Berishës. Qoftë dhe Ramës. Edhe nuk I përgjigjet pyetjes, çfarë do bëni ju nëse këta të dy forcat mbajnë nuk fitojnë. Fillon e spërdridhe, po nëse shqiptarët neve, te shqiptarët e Karbonit ke ky. Po shqiptarët e gënjen. Dhe shfaq shqiptarëve. Dhe ky njeri I simuluar politik, I siluruar politik, nuk tregon që ka qenë me Rovelien, nuk tregon që ka qenë me Soros, nuk e pranon, spërdridhet. Se ngeli Sorosi për avokatinë e këtij Kalama kur ishte ky. Se unë jam avokat, më tregon avokatin, zotëria. Ja kemi mbrojt interesat të Shqipërisë me 100 miliona euro dhe kemi fituar. E se kemi rënë gjoksit ky avokati I madh I Shqipërisë. Edhe duhet parë mirë dhe konflikt interesi. Dhe ato që kanë zgjuar Agron Sheaj janë të rënda. Nëse verifikohen. Po të paktën
politikisht, nga ana programit, nga qasja, fare pa pranueshëm bajat e bile deri në bezdisje, një njeri i tillë. Dhe vjen keq po edhe Shabani që i shkon oshka nga pas tij. Ka ulur veten domethënë dhe ka rënë nivelin e tij. Lutem, ishte për të që mos ta diskutojmë dhe shkojmë te pjesa kryesore. Se nuk do të lëm të na rriten këta lapa-lapat të na dalin pastaj na bëhen si Berisha dhe Rama. Do ta mbyllim ne dikur këtë të ndarim, të bëjmë ndarje me të kaluar. Nuk do të shkojmë drejt parimeve apo s'do të shkojmë drejt parimeve? Do shkojmë ta bëjmë Shqipëri apo do bëjmë plotësojmë egoizmat e tjerëve? Po nuk shkeli njeriu mbi veten, po nuk fitoj luftën me veten, nuk është i aftë ai person të luftojë për tjerë. Nga ana juridike kisha një merak për të më sqaruar, nëse mundesh, te kontrata që ka firmosur Berisha me Lacivitën. Në një pjesë të rasteve ai thotë që nuk është lobist, por duke mos qenë lobist, a e shmang mundësinë që kjo kontratë të mos deklarohet në Shtetet e Bashkuara edhe të mbetet enigmë? Tani unë di që kjo kontratë në mënyrë të pacip nuk është deklaruar në Shqipëri. Kemi fakte publike dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk e thret Berishën dhe i thotë po dën më prezanto kontratën. Edhe ne ta dim. Kush nga gazetarët është njohur me të kontratë. Që këtu mbaron puna e Berishës. Ai mund ta paguaj si strateg fushate, po në vërtet parat i përdori për lobim. Unë kam gjithë drejtën e Zotit të dyshoj dhe mendoj që do jetë kështu. Pavarësisht se s'ka për t'i arritur. Raporti i Departamentit të Shtetit lidhur me trafikin 25 mars i vë vulën Berishës, edhe Civitan sipër. Ka kjo kontratë Lacivita do marrë ca para më tepër, Berishës do t'i hiqin ca para, i duhet një emblem, i duhet një frymarrje, domethënë pak oksigjen, të gënjej të tjerë dhe veten, se mashtruesit më të mëdhenj mashtrojnë veten në fund. Është shqiptarizuar më duket sepse sot tha që Rama është miu nëse Berisha është bufi. Është shqiptarizuar dhe me batuta. Tani nuk më interesojnë, tashu janë, po mua ashtu do të jenë. Të gjithë meritojnë nga një emër lidhur me Moçal, ku janë vetë. Edhe ky është fund fare, ai bullari i madh, ky që hyn, edhe jep drejtim punë ky. A do flasin në emër të presidentit, në emër të senatit, në emër të kongresit, në emër të një departamenti shteti? Po mund ndikojnë ndoshta që për t'i nxjerrë një vizë që të shkojë para zgjedhjeve edhe me kamuflimin e fushatës. Do dëgjoj çfarë po them se unë po flas tjetër. Civita do flasi siç foli herën e parë dhe iku u zbyt, do flasi në emër të këtyre që thash, president, departament shteti, senat, kongres, apo në një komiteti tjetër këtu, apo do flasin në emrin e vet, të kompanisë vet. Në prononcimin e dytë apo tretë ka folë në emër të vet. Pra nuk vjen mas një atribut të politikës amerikane. Kjo ka shumë rëndësi. Përkundërzi, politika amerikane u kujdes që në datën 25 mars ta përmendë zotërin, mos thotë që në janar më përmendën me materialet e Departamentit Shtetit të Administratës kaluar, Biden, por u theksuar që vënia e tij në akuzë është fitore e madhe e sistemit drejtësisë shqiptar. Dhe për më tepër e SPAK. Dhe tani jemi te SPAK, sa akoma nuk ka marrë dënimin që themi edhe gjë kohë. Dhe pralla me Lacivitan, këtu ka 340 milion amerikan, ka dhe tjerë, nuk ka njeri që ka marrë monopolin kollaj të Amerikës, votojnë 70-80 milion për një kandidat për president dhe japin atij drejtën të bëjë politikë. Lacivitaja ka akoma problemet e veta të përmendura nga Deli Bis në tetor të vitit 2024, ku përmenden disa milion dollar të shkuar dëm, edhe një sherrje të vogël që është bërë në paradhomën e Trumpit, kur ato që kanë dëgjuar gazetarët e kanë përcjellë dhe kanë thënë po të mos ishim pak ditë përpara zgjedhjeve, edhe mund të ishte pushuar nga fushata. E dyta, nuk ishte strategjia e tij që fitoi Trumpi. Lacivitaja nuk është Trumpi, Berisha nuk është Trumpi. Njësoj me Trumpi në mënyrë të padenj, pacip. Ishin problematikat mëdha
për cilat Trumpi diti t'i adresoj dhe t'i prek, po patën një besueshmëri për kohën e periudhës të parë si president. Pra, ndërhyri në reformën lidhur me sigurimet me tjerë, dërgoi disa para më tepër në xhepat e amerikanëve, ishte më i ulur çmimi i shumë produkteve, po sidomos i karburantit. Kriza e emigrantëve palishëm, po edhe kriminalitetit ishte më në kontroll në atë kohë. Ai erdhi me premtime të drejtë për drejta. Dhe nuk ka votuar qytetarë amerikanë për Berishën. Shumë nga amerikanët nuk e di ku është Shqipëria. Sa më ka thonë dikush tu, you are coming from nowhere, se nuk e di ku është Shqipëria. Po vjen nga një vend që s'është, nga skundi. Nuk e dinte. Pra, të mendosh tani që ky popull ka votuar Trumpin për vëllain e tij binjak, si do ta nxjerrë vetëm Berisha, dhe në simbioz për Berishën, po për hallet e Berishës. Edhe Leci Vitaja mendon që po vjen këtu në nowhere, Shqipëri, po bën një skenar atje, edhe po merr aq para sa shqiptarëve do t'u dhemi koka kur ta dëgjojnë, po që s'u bën dhe përshtypje në disa raste, aq sa nuk e deklarojnë. Pse nuk e deklarojnë? Mos flasim për qindra apo për miliona? Unë besoj dhe milion. Duke ditur hallin e Berishës, sa para ka ai, po sa ka paguar vetëm në përgjigjet i kishte ku në Florida për djalin e tij, që ne nuk i kërkojmë sa. Sa pagoi që i doli në Britani, e sa do pagojmë edhe të tjerë. Kjo është thjesht Berisha të mbaj gjallë, qoftë me atë dritën e kandilit vogël, të mbaj gjallë atë konspiracionin e tij ka shqiptarëve, edhe të mos dëshkohet, të shtyjë dëshkimin. Berisha nuk mendon për pushtet. Mund të jetë të tjera probleme që do të votojnë kundër Ramës, po jo për hir Berishës. Rama po ja gërmon vetë këmbët, pushtetit vetë e ka gërmuar gjatë, tani besoj është afër fundit tij, po jo për hir Berishës. Nuk është Berisha. Është afër fundit. Po që për si s'është afër fundit? Jo, është afër fundit, thatë ju, afër fundit pushtetit. Patjetër. Po fal, po të ju jeni Rama, do e merrni tani pushtetin, çfarë do bëni? Çfarë lat pa bërë në 3 mandatet e para dhe tani në të katërt do e ndrisin. Çfarë u bë? S'ka kush e merr tjetër. Atëherë të thash që kemi problem si po. Dhe këto qasje kanë pasi, për t'i hapsut njerëz. Atë që përmenda përpara atë djalin e vogël, se ai mendon se historia ka filluar nga kur lindi ai. Ne këtë retorikën e tij kemi dëgjuar shumë më të bukur nga Berisha, se Berisha është shumë i lexuar se Lapa dhe Rama bashkë. Për të e kam bindur se e njoh vetë personalisht. Nuk është meta i lexuar. Nano ka qenë shumë i lexuar. Kupton? Dhe Nano ka dalë nga burgu edhe me një bindje që ka i Perëndi, se burg thatë bërë takim me Perëndin. E kam dëgjuar me shumë kujdes. Këta mendojnë se Perëndi vetë, se janë të palexuar. Këtë refren e kemi dëgjuar dhe me Velije, që siç duket nga foto pas e qenë bashkë. Kjo ka marrë fund me Velije. Ku erdhi Velije? Velije po na vinte krye kurthi i viti. Tani shpresën shqiptarëve ta përkthesh që ne kemi vuajtur nga politikat e populiste. Ne erdhëm për demokraci, e kundërta e demokracisë dhe sistemit është populizmi. Si mund të thotë ne njerëzit vinë me programe dhe me integritetin, besueshmëri. Ku është besueshmëria? Ku provove? A ishin ndonjëherë kryetar komune, kryetar bashkie, ministër? Po si mund shkruaj unë atje poshtë? Romeo Kara për kryeministër. Ora, ka një lloj modestie këta, s'ka një lloj skrupulli, që të jem modest kur flasin? Kështu që këta janë njësoj. Kopje të shëmtuar Berishës. Duke ditur çfarë ka lexuar Berisha, dhe kam njohur mirë për të. E tjerë, këta janë më bajat se Berisha.
Duke qenë se jemi në SBA, ju pak më parë më thatë që gjyqin e djalit në Florida, për kë kishte fjalën? Gjyqin që ka bërë shkëlqeni kundër Guy Larson, që kërkonte rreth $67 milion dhe ku e humbi, po me çfarë paguan avokatët? Janë $100.000 minimumi. Se do paguaj dhe avokatët, ka paguar avokatët dhe Guy Larson, studën e Guy Larson. Është mbyllur shkalla parë në dhjetor të vitit, ka mundësinë në 19 dhjetor të vitit 2018, mund ka ardhur vendimi sapo zbardh janar 2019. Pra gjithë to para që na argjon, nga i nxori ky, që na paska dalë nga gjithë kjo jetë vetëm me 30-40 metër katror shpiku shumë. Edhe €100. Me që jemi tek reforma, tek drejtësia, tek gjyqet, ju lutem, mendoni që tani që duke qenë se është kjo periudha 30 ditore e fushatës, spaku, pavarësisht se nuk ka një rregull të shkruar, mund të futet në fushat për arrestime apo do ta respektoj këtë periudhë? Në gjithë takimet që kam bërë këtu në Usak, kam kërkuar dhe përsëritur për kraje të plot për spakun dhe kontrolin e jashtë shtetit. Po dhe spaku duhet ta bëj vetë. Ne kërkojmë për kraje për spakun, po dhe spaku duhet për kraje fort spakun, pra të qëndroj fort. Dhe të rritet do bëhet ai spaku që ne duam duke përballur, të përballur dhëm për dhëm. Ata do të kenë frikë spakun dhe jo spaku ata. Ata do të kenë frikë popullin dhe jo populli ata. Ata do të kenë frikë të mirë dhe drejtët dhe jo të mirë dhe drejtët kenë frikë ata. Duhet ndruar. Unë i shoh në sy, paktën e kam shliruar veten nga këto komplekse, për çfarë arsye të kem frikë një pushtetar? Unë jam tek ai popull që s'kam asgjë për të humbur. Nëse funksionohet e drejta, do bëhem më keq se bisha. Dhe këtë kam bërë. Pa kompromis. As me emocionojnë fare, as gangster të tyre spurdhjak, as fundërinat e tjerë që lëpin byllë të pushtetarëve, as ata që kanë për para nga mbrapa, se u lodha. Dhe nëse ata morën jetën time disave si unë, të mos marrin jetën e fëmijëve të mi. Dhe këtu jam luftë pa kompromis. U duk sikur po luftonin me mullit e erës, po ja që nuk është kështu. Ju duk atyre se zotronin gjithçka, se Zoti flinte dhe zgjoi me ta nga gjumi, po ja që nuk është kështu. Edhe për ata pushteti ka qenë një provë e madhe. Dhe është provë më e madhe se fukaralliku, po dhe për ne provë e madhe. Si do sillemi ne me sojsozët si për kokës? A e meritojmë veten ne apo jo? Të gjithë popujt e kanë kaluar të periudhë, janë çuar, kanë treguar vendin. Edhe ana më simbolike është revolucioni francez, ku lapa thot, nuk jam revolucionin nuk, se do vritën binënash. Njeriu që fle me mendin ke pushteti nga mjesim dark. Po kush është ai popull që s'e ka paguar haraçin e lirisë vet? Po si ta bëjmë ne? Unë besoj sistemin, thot, hipokriti. Ku e gjetë këtë sistemi? Ku ka sistem? Unë di që matematika goxha i mirë domethënë. Ha ta bëjmë llogarinë, edhe nga ana juridike. Ku ka sistem këtu? Sistemi që të marrin këta që janë, edhe këto bishat e tyre. Ne gjithë problemin kemi me sistemin. Se sistem kemi hajdutët të sotën, të Ramës, me hish hajdutët e Berishës. Ku e gjen sistemin kë? Edhe spaku duhet shkoj ke ky. Me çfarë ky është financuar deri tani? Me çfarë financuar ky? Bë politik. Ashtu i bëjmë gjithë ne. Sa rrugat shka që duan financojnë. Mo dhe vetë pushtetit duan kishë financuar, po të ishim të tillë. Ose opozita. Ose Meta. Ose Merkajt, si që folë atje. Se kemi frikë ne të themi emrat e zorzopëve nga fillimi në fund, të gjithë qepësira e Shqipërisë. Po ja marrë me Meta dhe Berishën dhe me Ramën për tregu që kush po pierdhin për këta, jo më për tjerët. Me që jemi tek Meta, po me Metën çfarë po ndodh edhe me Veliajin, prap, të dy në qeli. Meta e këshilloi të ri mirë atje,
e ta pastroj qelin, mos ta lë pis. Kaq. S'mi interesojnë tjerat. Çfarë ndodhi me ta? Metër mirë që e la Monika, po e la dhe Faik Basha. Apo nuk e ke dëgjuar të lajmin e fundit? Po, dje e njoftoi largimin. E la dhe Faikut tani. Po, me sa shoh fillimisht e ka lënë vetja. Po, atje në qeli duhet sillet më mirë edhe të mos bëj zhurmë atje, edhe ta pastroj, ta mbaj pastër ambientin atje. Po çfarë për te batutës ose ndoshta informacionit me sa? Nuk ka shërbëtor më. Nuk është vërtet. Unë kështu e di, nuk ka shërbëtor. S'ka atje. Ta kuptoj që është qeli, ti shërbej vetës. Diçka tjetër më pa doreza për atë që po ndodh te 313-a? Asnjë gjë më. Ta mbaj pastër se do vinë tjerët. Aty s'do mërzitet, do ketë shoh. Kaq. Po me Veliajn? Po njësoj është për ti. Ke dëgjuar që unë të mbaj 2 standarde? Ka shumë skenar që po qarkullojnë jashtë. Do flas, nuk do flas. Çfarë do ndodh me kandidatët, me njerëzit e kujt intereson? Po ky është fillimi. O Dilber, ky është fillimi. Duke kaluar koha, do kërcasin besoj akuzat tjera për gjithë ta që përmatin. Këta meritojnë se cilin nga 2-3 vjetë burg. Ndash flasin, ndash mos flasin. Ne themi faktet flasin vetë. Por mua flet puna ime, e që bëj unë. Për ata do flasin çfarë ka bërë Meta, vilat e Metës, vilat e këtij që merr 3, prish 1, që të krijojë hapësirë për të lënë 2, apo 850.000 euro fustane, breke, ku ta di unë, tjera. Për mua flet fakti. Prandaj quhet gjyq para kohë, jo po të mos flasin para kohë, po do flasin se na ka plas shpirti, se i ngritëm dhe kult individi këtyre, edhe ja zë këtyreve, ja zë dhe shokëve të partisë tyre dhe gjithë ata që shkojnë nga mbrapa dhe neve që i durojmë ata. E kuptoni që ishte ndodhur kjo diku këtej? Edhe mirë që dhe kishin heq puplat, po personi që do guxonte nga burgu, akoma ky Pavdedi që ka rënë këtu nuk guxon të japë deklarata, mbroj vetëm kollaj. Se është një histeri kundër atij për treguar që çka ke bërë më, sojsës. Këta pa u mbyll akoma numërimi atyre. Çfarë është konstatuar, paktën? Kërcejnë për pjetë, zotë në, po mirë, këta mund friksojnë spakun dhe gjërë kohën. Po ne çfarë atile? Ku t'ja bëjnë të arrogancë? Po ti shetrim, shkoj e grabisje, shkoj e shisje drogë, shkoj e vrisje, ti shetrim ti. Po ka arë spur dhjak atje, si lëpirs, kërën pushtet, si vemje, kje vjes ke lënë gjë tani dhe na bëdhe trimin. Po si shetrim, asjaj për këtyre s'ka qenë trim. Këta i kanë përdorë, i kanë gjakatos, ata zhulcat i kanë poshtë tyre. Se këta kanë bërë, kanë emruar dhe kriminalit. Se ta kanë shpon dhe njerëzit. Kanë vra njerëzit për ta. Po ti shetrim ti, i bëje vetë. E trimi nuk vjetë. Trimi nuk ka fjallë, nuk talë. Kemi njohën e shoqërinë e vërtet. Të lutem më thuaj, deri tani spaku goditi lart Berishën, pavarësisht se më lejo ta themi që jemi duke vizituar, kam dyshime që ndoshta mundet të përfundoj edhe të shërbete si lavatri që po u pushuan akuzat, por goditi Berishën, Metën, Veliajn. Po hapi tjetër kush është më pas? Do ta unë stekën? Ose po thua ti, po mua të shkojnë dhe Kerama. Edhe mu të shkojnë Kerama. Këtë gjithë të shkojnë ta. Vërë gishin ti një sektor të qeverisë tani, apo një sektor të qeverisës kaluar, që nuk ka pasur vjetë. Unë nuk ditë, më të. Desa kemi pasur vjetë dhe kishëndetësia, ka kudo. Në që se ka njeri unë një loj përmbajtje, është ke pjesa e jetës njerëz. Për tjera, ta s'kam pyetur fare. A ke pa arrogancë, nuk ka takuar bura shteti këtu të thjeshtë.
Por si ka mundësia e fshat jonë i vogël kanë nxjerr këta pordhas kaq të mëdhenj, nuk ku shkojnë këta më, nuk e kuptojnë këta se çfarë po bëjnë. Ku shkojnë këta më? Se këta nuk e marrin votën ke popullit. Mjafton të marrin miratimin e Berishës apo të Ramës apo dikujt tjetër kryetar partie, edhe populli s'ka ku voton, s'është kanalizuar atje. Po si ka mundësi më një popull që i serviloset njerëzve të vet, përfaqësuesve të vet, shërbëtorëve të vet publik. Ne kemi prodhuar agallar, ne votojmë për agallar. Prandaj rrihen e vritën e bën se të kupla rast këta se po hyrë atje kanë siguruar jetën. Ta shkojnë për veten, ta shkojnë për rrasën e tyre, ta shkojnë për oreksin e tyre, ta shkojnë për egoizmin e tyre. Prandaj, kur themu nuk besojnë, Shqipëria duhet të kalojë një përballje popullore. Është një establishment. Ta ka bllokuar mënyrën e zgjedhjes, ka bllokuar dhe votimin, dy partitë të mëdha e mbrojnë njerëzit që do votojnë votat e tyre. Po aty s'janë vetëm dy parti. Por nuk bëhet demokracia shohet në vendet ku nuk ka mundësi demokracia vogël. Çohet mund sot, nesër çohet ditë tjetër pra rigjenerohet. Dhe kjo mbas parime, ku funksionon ligji. Çohen ato dosin kaq, që ti biesh në kokë Berishës me atë e lë shakun në vend, çohet dosin kaq, ri atje në gjykat kasaciore. Edhe që është ky budallaj i çmendur që merret me Berishën, se të merresh me këta je i çmendur. Shimë çka kemi mbjell frikën. Një popull ti thot me ujë, me zjarr dhe me qeveri mos luaj. Po se meriton vetëm ky popull. Pra unë nuk e shoh problemin ke këta. Këta janë askushi. Këta janë njëri më pa vlerë, me fjalën shqip fundërin se tjetri. Problemi është populli, që nuk hap syt. Ta kuptoj, kjo vota këtu, që ka mund, kjo vota këtu, që kam për 4 vjet, kjo është, janë vendimet e jetës time për 4 vjet. Për familjen time, për vendin tim, për drejtat e mia. E merr edhe votën për atë dikujt. Dhe i nxjerr ai atje në listë, i nxjerr çapaçuri 20 vjeç. Ku shkon? I kemi fëmijët shumë të edukuar. Po na shkojnë nga 30 vjeç, 20 ca vjeç po herë. Edhe hapi që bëjnë jetë dinë këshillohen. E i shohin që akoma s'janë gati për jetën. Kush i mbushi mendin këtyre? Ne kërkojmë vlera të reja. Po punët ku themi ne peqëron. Ne akoma mund të kemi disa persona të pedagogë shumë mirë të asaj kohe. Edhe të kësaj kohe, edhe që kanë një përvojë jetë të gjatë, që kanë jetuar dhe jashtë, po merr njerëzit direkt i gjoja me gradë shkencore apo me një vend pune caktuar apo biznesmen e fut direkt politik. A e di që është korrupsion politik nëse kërkon të përfitosh poste politike nisur vetëm nga poste profesionale. Politika është vokacion, është integritet. Mbase mund mos a kesh në shkollën e lartë. Por ti ke treguar që ke aftësi ti është burr shteti, menaxhues. Kush ata që vendosin politikën? Po kush nga këta? Nga ky që është kryeminist nga ata të tjerë ka shkollën e duhur për qenë politik. Ku ti tregojnë? Ku ti japin mend ta? Dhe bëjnë sikur janë të afër të nga pak nga gjitha. Nuk është kështu. Kam një pyetje. Ustallar të prapaskenës intrigës. Pra që dhe ne po mësojmë ca gjëra. Pa hapen ca dyert për treguar. Edhe politika është qarkullim. Kërkosh të rishtin politik sa do ti apo sa do klani jot. Ja. Dhe prandaj është ndarja pushteteve. Prandaj themu të ndërtojmë sistem me parime, ndarje pushtetesh. Jo të vi, se po ti thuash dhe një ndarje i kalamanit vogël tani, të mos merret spaku me legendarin. I them si gjë më kryesore që kam kërkuar këtë është përkraja e dy institucioneve, të auditit edhe të akuzës partë. As kërkush mos guxoj të krijoj unin e tij përballë ligjit. Në momentin që do tolerojmë prap, ne tregojmë që jemi pandrejshëm. Pra, heqim një sundus edhe krijojmë një të ri, jemi ne që i krijojmë.
edhe tek ne çalon. Dhe Europa nuk u bë kështu me këta legjendarët, me spurdhjakët, që gjë më pushtet, që kur nuk i hecë pasaj rrezik varin veten nga ajo që mos plotësimi i egos, se këta i bien dhe këmbës. Ne 4-5 kokrat kryesor politik i kemi me shfaqje theksuara psikopatie. E kam seriozisht. Këtij sistemi ku jetojnë këta që janë këtu, edhe Europa perëndimore, i kanë paraprirë Descartes, Hobbesi e tjerë, që bën një iluminim, e John Locke sidomos, bën një iluminim të popullsisë. Pra, nuk mund të tjetë produkti nga njerëz pa vetëdijshëm, nga vemje, nga sklevër shpirt. Të talesh të lirë shqiptarin, vjen bomba kjetër nga Amerika, voton indoktrinuar, sklav, nuk pranon ndryshimin, nuk pranon realitetin, nuk pranon të logjikoj. Ore, çfarë po ndodh me tetën time? Këtë votë, ku po jap? Kujt po jap të votë? Pse do të dëgjoj unë një civita këtu e do të dëgjoj këtë që thotë buf këtu e tjetër këtu? Çfarë qasje kanë këta? Çfarë kanë reflektuar këta nga kaluara e tyre? Çfarë kanë bërë mirë, çfarë kanë bërë keq? Pse si jemi këtyre analizave? Po kemi futur vetëm një retorik. Në fund fare del Ferdinand Xhaferi dhe vë vulur. Thot kanë bërë thot konspiracion për të dhënë vulur në mënyrë palishme. Ja këto janë që duhet diskutuar. Qasja e tyre është prap antiligjore, antidrejtësi. Dhe vjen me trimëri ai të sjell një prokuror që do të dushit me 1000 zeza që dëgjojmë ne, ta sjell si alternativë atje, sjell dhe të famshëm gjithë gjoni atje, e thot unë thot do ta shkruaj Spakun. Po du ta shkruaj populli shqiptar atë. Nuk do të nxjerrni ndonjëherë historia e Shqipërisë, fundorrin më të madhe politike se Sali Berisha. Dhe hipokrit më të madh se Edi Rama. Ju folët për mbështetjen për Spakun gjatë takimeve në shtëpinë e Bardhit. Por cila ishte përgjigjja e tyre, se këtu u fol, sikur e dini dhe ju, ikja amerikanëve, pastaj rikthimi amerikanëve. Përgjigjen e keni marrë që në 25 mars. Unë flas një burim i hapur, i pavarur, besueshëm. Kaq. Unë që të mirë. Se mua do m'japin në sapë amerikanë se çfarë do bëjnë. Çfarë mund? Kolliçi që thotë duke bërë foton për 45 sekonda, fola 12 tema me presidentin Trump. Unë flas ato që flas, dhe i flas në bazë atyre që kam bërë dhe kam shkruar e kam thënë. Padyshim, ndarja e pushteteve, drejtësia është vija kryesore që këta përkrajnë. Si mendoni kthimin që u bë kaq shpejt? Se po e instrumentalizoni këta. Sikur pezullimi i fondeve ishte për Spakun, ajo ishte bërë për një verifikim. Dhe sot kanë nxjerrë lajmet që i gjithë departamenti i eficiencës kanë nxjerrë abuzime të tjera, ka kursyer 400 apo 370 milion dollar këtu e ca atje, pra po kalojnë verifikime të shpejta mbasi jo totësisht konstatuar. Por ka një ripozicionim e po e thrasim mendjes. Por edhe ne po financojmë më tepër sa duhet. Bile po ushqejmë atë deficitin, por politikat kryesore nuk i kanë prekur. Edhe politika amerikane është shumë e fortë sa mendojmë ne. Ajo që u kërkua herën e parë nga Europa të rrisi financimet në fushën e mbrojtjes, ajo po arrihet. A janë politikanë këta? Inspirojnë Rusinë, në mënyrë që Europa të friksohet të rrisi buxhetin. Po arrin pra. Këto janë politika që luan, masha e luan dy krahat, këtë rast. Po ne nuk i hyjmë kësaj. Të paktën në Shqipëri ata kanë një politikë që nuk ka pasur kur ndryshim. Instalimin e demokracisë, shkputin e Shqipërisë nga ndikimi lindor, edhe tani vendosin drejtësisë. Se ata e shohin që po paguhet shumë, gjithë ky korrupsion po ndikon në keq konceptimin e sistemit për shqiptarët që jetojnë aty.
Dhe shqiptarët s'mund të humbin besimin as tek sistemi, as tek aleatët. Këtë kam përcjell. Populli më pro-amerikan meriton një kujdes të shtuar për të punë. U gabuan, thanë që ikën amerikanët. Midis tyre dhe Rama. U gabuan. Ja pra që nuk i dikan se kemi pason dikur Ilir Meta e dimi punët e veta. Ja pra këta që janë të gjithë dishmit që u gabuan. Ose kërkuan që të iknin. Ka thonë shoqëri që ikën, u gabuan. Aty ishin dhe bile vepruan më fort prokurorët e Spakut dhe të GJK-s, kur s'kishte prania aty. Pse? Se prania ka qenë. Në dukje s'ishte, po prania aty ka qenë. Pra mendoj që të paktën pjesën e drejtësisë po ecin. Jo hapa që mendojnë, po ecin. Shpresoj që ta bëjnë dikë mësim. Se dhe kjo fushat nuk ka shumë ndryshim nga tjetër. Është pak më kamufluar, por nuk ka ndryshim. Duhet bërë patjetër transparente e gjithë kontrata me Lacivitan. Dëgjuam shumë, tani duhet merremi ligjërisht me të. Pra me çfarë financuar ky njeri, edhe të vazhdojnë të mbjellën të gjitha bashkë financimet në Florida, financimet në Britani edhe në vende tjera, e të themi që vetëm me financimet të avokatëve janë miliona dollar apo euro që dalin nga xhepat e familjes miliardere Berisha. Me 100.000 euro. Miliarderët korruptuar Berisha. 100.000 euro. Po Berisha është magjistar. Nga 100.000 euro nxjerr 1 miliard, po për të ballë vetes jo, kërkon magjistar tjetër. Ka që pa shpresës. E ka marrë halli tani që 81 vjeç të marrë malet e kërkoj pushtet. Ke parti të kërkoj tjetër beqëri pushtet nga halli, se marrësh malet është. Nga halli, Berishën është nga halli. Po ta shohësh me lloj shpirti të dhimbsur, me të mëna ai mund dhimbse, po mua nuk dhimbse. Më tepër dhimbse Meta që e la dhe gruaja dhe fajik. Pa e mbyllë me këtë batutë. Unë të falenderoj shumë për kohën, edhe për analizën. Edhe unë falenderoj juve, edhe ju kërkoj ndjes për intervistën e kaluar që nuk e bëm dot. Faleminderit ju. Nuk më ka ndodhur që t'i dal dikujt fjale. Romeo, faleminderit shumë.